Ka përfunduar dita e parë e garave të memorizimit të Kuranit që bëhet në Prishtinë. 60 garues kanë treguar sot aftësitë e tyre në memorizimin e Kuranit nga 85 sa janë bërë pjesë e kësaj gare, teksa të tjerët e nesërmen do t'i testojnë aftësitë e tyre para komisionit profesional. Shuajbi nga Prishtina është vetëm 5 vjeçar dhe është garuesi më i ri që bë pjesë e kësaj gare me memorizimin e 2 xhuzve të Kuranit. Ai madje thot se dëshiron të bëhet hafiz kur të bëhet 10 vjeç. Ja kom nis Qënja. Qëni vjetë? Po, E kush të ka mësu? mame. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në ndërkohë dhe garuesit e tjerë shprehen se kjo garë i ka bërë të përsërisin më shumë atë se çfarë kanë memorizuar nga Kurani, por edhe të testohen nga komisioni profesional. Unë mas pari jam mësu dikun 60 e gjysmë me lexu Kur'an, dhe prej 60 e gjysmëve kom vazhdu me lexu, me përmirësu leximin. Arsyeja që kom marrë këtë ngora është me i përsërit gjuzat, me i pas gjuzat më të fortë dhe me marrë pjesë. Unë e leximin dhe memorizimin e Kuranit kom fillu vetë sa një 4 vjetë. Për këto gora pa ka qenë emocione për mu në fillim, por masanejna jam lëshu diqysh si kom mojt me ka emocionet. Në fillim e kom bu një gabim, po e kom dit ato, po për shkak të emocioneve, po e kom përmisu vetë apet. Po, sigurisht ashtu që është përmendë më herët, në garat kuranore nuk ka humës, se cili që merë pjesë atë është fitos, nga se Zoti Madhreshëm në Kuran, ku na përmend njërin prej tregtive cila nuk humb kurr, e përmend ata që të lexojnë fjalën e Allahut. Yarjuna tijaratan lan tabura, ata shpresojnë tregti e cila nuk humb kurr. Masanej njeriu ka nevojë ka herë me shku, me marr pjesë në këtë gara, me testu veten e tij, me pa se ku është realisht me Kuranin, edhe pak me ja bë vetes një disiplinë të përsëritjes të Kuranit. Prej moshës 7 vjeçare kom fillu mësimin e Kuranit, fillim me shkronjat, pastaj kom vazhdu disa vite me përmirësimin e leximit, pastaj tegjvidin dhe vonja kom nis me memorizu Kuranin, duke fillu prej gjuzave të fundit, prej 5 gjuzave të fundit, pastaj duke fillu nga Surja Bekare e kështu me radhë. Këto gara me marrë pjesë më kanë nxit përsëritja më intenzive gjatë kësaj periudhe, edhe Allahu në Kuran thirr me bë gara për të mirë. Dhe kështu me radhë, do me thonë edhe testimi vetës për të gjuza. Përgjithësi, këto gara kanë qenë të fritshme për gjithë pjesëmarrësit dhe arsyeja kryesore e kësaj është përsëritja e këtyre gjuzave në mënyrë intensive. Jam nxënëse në Akademinë Hifdh Kids, për mua është hera e parë që marr pjesë në garat Kuranit, edhe është ndjenjë shumë e mirë, është ndjenjë e veçantë me pas mundësinë me përfaqësu Kosovën, sidomos kur është fjala për fjalën e Allahut me Kuran, është privilegj. Këto gara po organizohen nga Bashkia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Ambasadën e Arabisë Saudite në Sarajev, përkatësisht Ministrinë e Çështjeve Fetare të Arabisë Saudite. Garat e memorizimit të Kuranit po zhvillohen në disa kategori, përfshirë atë të 2, 5 dhe 10 xhuzve. Të dielën do të përmbyllen këto gara, kur edhe do të shpallën fituesit e kësaj gare për secilin kategori.